Miq, familjar e koleg përcjellin Shpat Kasapi në banesën e fundit. Shpat Kasapi është përcjell për në banesën e fundit. Familjar, miq e koleg i kanë dhënë lam të mirën këngëtarit i cili ndroi jetë në moshën 40 vjeç pas një arresti kardiak. Sot në Tetov pati edhe omazhe për artistin për t'u mbajtur më pas mbledhja komemorative. Këngëtari ndroi jetë në Itali, ku ndodhej atje për disa kontrolle mjekësore për djalin e tij Roelin. Për shkak të vdekjes së artistit Shpat Kasapi, komuna e Tetovës ka vendosur që dita e hënë të jetë ditëzie në të gjithë territorin e saj. Njoftimi ka ardhur nga komuna e Tetovës, ku theksohet se këngëtari Shpat Kasapi dha një kontribut të veçantë për zhvillimin e kulturës dhe muzikës. Njoftimi plot, nesër e hënë 1/12/2025, për shkak të vdekjes së këngëtarit Shpat Kasapi, komuna e Tetovës do të shpalli ditëzie në të gjithë territorin e saj. Shpat Kasapi dha një kontribut të rëndësishëm për zhvillimin e kulturës dhe muzikës në komunën e Tetovës, Republikën e Maqedonisë Veriut dhe në skenën muzikore shqiptare, ngushëllime e familjes, miqve dhe gjithë artë dashësve.